sërish me Madam Podcast. Sërish është e martë, edhe sërish në studion teme është një njeri interesant. Jeni mësu që gjithmonë në studion time të ketë njerëz të cilët pak i shohim nëpër media tona. Sot me mua është një mik i imi nga Zvicra, i cili atje ka kalu shumicën e jetës vet, ka sot me na rthy jetën e vet edhe është këtu me mua. Adem Kicaj, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Antigon, edhe jam shumë i privilegjuar që jam në podcastin tuaj. Mirë se erdhe, ke ardhur nga Zvicra. Po, me kismet ekstra nga Zvicra për juve. Faleminderit shumë. Meqense ti ke një veprimtari shumë të madhe artistike dhe je aktor profesionist, merresh ka pak edhe me muzikë, me vallëzim, me gjithçka, domethënë artist në shumë dimensione. Do më janis për fillimit. Janis. Ti ke qenë, je rrit këtu, domethënë ti ke lind këtu në Kosovë apo? Unë kam lind në një fshat të Thërandës, komunës Suarekës, quhet Grejkac. Në fshatin Grejkac e kam kryer shkollën fillore. Në fshatin Grejkac, në shkollën fillore, ishte Aradha e Sharit, kur i kam pas 8 vjet, me të ndjerin Smajl Kushërinin, Kicaj është ndjer, edhe ai 8 vjet i ka pas. Unë edhe Smajli atëherë luan të një pjesë e filmit Si të vdiset, ku ka lujt ndjeri Faruk Begolli edhe Gjevat Qoraj. Faruku ishte visari e Gjevati ishte Mladeni. Tash unë edhe Smajli, unë isha visar, Smajli ishte Mladen. Më rëmen, atëherë kër i kemi pa atë film, ato batuta, skenat aty në 2 aktorët mëdhej, na në pauzë në pushim, shkollës fillore, në shi, në loq, e lujshmi unë visarin të u kacafyt, a i Mladenin. Edhe u bajshmi kretë loq, kretë i bretin në lem. Kjo është pasioni jot për aktrimin, prej fillim. Lutem, prej 8 vjetë, me loq hysha në klas, edhe tash mësusat, atëherë, mësus, po Halili Bityqi, kur seroj, i ka 45 vjetë, tash, kjo kujtim. Edhe tha, qaj një bo kështu, që ka drejsi e këni bo klasën loq. Thash, shok mësus, une e kom lujt visarin, Smajli e ka lujt Mladenin. Dhe më thonë, ju i një artista, hajde se kjo loq, është kajt artë. Edhe qashtu ullshmi në banka shkollës fillore. Dhe më thonë, desha me thonë që prej klasës 8, ja kom njësë me këtë farë, dzehe. Bukushëm, zanat. Zanat. Mirëshëm. Edhe unë met 8, u kry shkolla fillore. Po shkolla mesme? Shkollën mesme, paradite në Zancë, me uniform, e pas dite më thoshin profesorët kolegë, profesor. Pse? Sepse pas dite krejt shkojshin në Zancë në shpi, unë e kisha bo një audicion të kolegëve, përgatishtë në dramën Koljakova, toka jonë, të Koljakovës. Edhe kur u bante vitit 81 është fjala, represiale, kur u bante një muj dit, atër plakatat u shkryshin me dorë, Antigonë, nuk kishte... Printime e sene. Ja, me dorë, me i regullu. Gëzimi më i madh, dasma më e madhe ishte për mu, kur u shkruan të plakatat që filan datën ka mu shfaq drama e Koljakovës me regjit e Adem Kicajt, edhe 600 veti zonke Shtëpia Kulturën Suareke vjetra, gjuna që e kanë rënu. Shumë gjuna, shumë gjuna, 3 jarë pjo thonë. Edhe kur u mushte sala me krejt në zoncat, shkolla njerë, e njerës tjerë, policët të dera të nejtë, në represiale, unë e ku mu Shtëpinë e Kulturës me njerës. Kur shkojsha të nesit në orën e parë gjunës Shqipe, ora e parë gjunës Shqipe u shpjegon të për mu. Se qysh aktorin Zanci Adem Kicaj
e ka përgatit dramën, edhe që e ka mush sallën, edhe sa bukur e ka lujt rolin e kyja, e tjetri. Dhe më thonë, plot 4 vite të kulturërisë të gjimnazit në Suarek, jem kon aktor dhe regjisor. Edhe 81-ta e përshëndes Blerim Kuqin nga të qëtu. Ish kryetarin e Therandes Suarekës, në pas në bank, në klasë, edhe Fadil Ndrecën. Na ka zonë demonstrata në Prizren, mu, Blerimin edhe Fadilin. Kanë arrit me na shpartalu gjithve, unë kom arrit me shpetu. Prap po punoj me dramë, me regji, inspektorët s'pjau për mene hem nëse janë shqiptarë, të cilët përcilëshin si nacionalist, identist, e prish rendin edhe qetësien. Ky është aktor, po ky është tu bo edhe organizimin mrena shpit kulturës. Për mu. Dhe më thonë, jem kon gjithmonë në të thundër, por pasha Zotin që ku ndërzu. Shumë i ri atëherë që me qenë mi pas 90 presion. 18-17 vjeçar, 19 vjeçar. Si e ka prit familja këtë pasion? Familja janë allastish me mu. E dishin që sot jam nesër s'jam. Babi ndjes pas nana. Ata e kanë ditë që për çdo mbrëmje kanë shku policia tu e pyet babin në balkonin e Suarekës ku e ki djalin. Edhe baba e ka mbajt gjithmonë kapelën e bardhë, nuk e ka heq kur nga koka. Plisin. Plisin. Qeleqe, që shqytojnë. Plis. Edhe ka vujt edhe ai nga unë. Por unë kom arrit aq mirë me u inskenu, që shëm dërzu. Njerë jëm dërzu në Prizren, në polici, më kanë zonë, po më ka shpetu një Begzat Gashi që e përshëndes nga zemra në Gjermani. 12 vjeti ka unë burg Begzati, kurse unë shpetova. Begzat, po ta tregoj rastin ty. Që shumë ke shpetu ti mund tash në burgën e Prizrenit. Para inspektorit Daut Morinës, ma e mend, Daut Morina, a ke vdeka e gjallë. Edhe, më thot Daut Morina, ku je konë me 25 mars ti idiot. Idiot. Po idiot, fjala parë, edhe nuk e përdori atë fjallën që më ka sha brutalisht në non. A i ka qenë prokuror apo? Jo, inspektor i sigurimit. Edhe ma ka ngull, që i kanë tonë pendrek palic, shufër, ma ka ngull në bark, kështu. Jo më mra, po më shpu. Kështu, bam. Edhe, mi kom thonë, jam kryetar bëj gjimnazin Suarek. I rinijës, kom pas turner të futbolit, pa tjetër unë si kryetari rinijës, është dash me nejt aty, unë e kisha kry demonstratin, po prap e kisha zonë turneu, me Blerimin edhe me Fadilin. Tha, i ka thonë një gardianit Sahit, Thaqit, e ka thirë. Sahit thot, ma jep Begzatin nalt në zyra. Kur ka thonë ma sjell Begzatin, tash thot Begzati ku të kam kic, edhe unë e hangra. Se unë tash nuk e njof Begzatin, para se me. Tha mirë pra tash. Bere tha Begzat Gashin lartë, mu më shkoj trupi tash, e hangra tash. Familja ishin të përrit jashtë para gjyqit atje, para në Prizren. Ka ishe, nana, modrë. Tha, kur ka hi Begzati me Sajit gardianin, Thaqin, i caparësit, komuna Suarekës, edhe mirë shumë, se dhja e gjallë Sajit, falemderit ty, je të regu burë. Kur ka hi Begzatin der, ta këtë njëri nuk se kom pa kur, për mu, o më shok. Azat. Bap, qitë edhe jashtë, qopo është burg, idiot, atëro këty Daut Morina. Tha, ti na vynë neve, bashkëpunim, ti je aktor, ti njef shumë njerëz, komunë Suarekës, në zoncat, kush përshkru në parulla,
do më ta tregua një rast parullës se shumë interesant, shumë karakteristik. Dhe më thonë, ata tentojshin me të bo shpion. Po, shpion, tyre. Dojshin me të bo. Dojshin më bo. Po. Edhe së një kanë rritë qëllimit, se din, kolegët e mi, i meri, mërvetja, e ndjerë, krejt, në gjmije, krejt që po i përmeni këtë në burgën, gjenerat e imja, kanë qenë. Që po ti përmeni tashin, këtë kasin tëndë. Edhe, po, Ragip Shala, shumë të tjerë, që po muj, më falë një gjithë ju përshëndesin nga zemrë, kur nuk ja rrishin qëllimit antigon me... Unë së nalësha, prapë shpitë kulturës, bajsha, kjo është nacionalist, kjo është iridentist. Çka deshte më kallëzu lidhur me një parollë? Po, te parolla po të më thonë. Unë banë në kryetar të persh basive lokale mu, pasaj më provu. Më provu sistemi komunist. Unë nuk isha antar i lidhjes komuniste, po kryetar i lidhjes socialiste. Socialistët nuk ishin libreza. E komunistët kishin libreza. Mu më banë për persh basi lokale. Gjenocin, Gelancin, Sollograshdën, Grekosin kryetar. Në qëtë kohë që po flasë. Po. Edhe tash këta sigurimi, Daut Morina që ta aranë që ka ishin, s'po përmeni tjera emra, se zban, këta po mendojnë tash nëse hynë kjo kryetar tash ta këshyrmi, apo shitet, apo është nacionalist. Qa po banë, qysh po reagojnë në përmbledhje? Raporton, po. Qysh po raporton? Qërë e kom pas një Lush Azemi, i kanë thonë kurir, po të rëgjel i kanë thonë sërbesht në atë kohë, nëse e kuptojmë fjallin. Si me shpërnda postë. T'lumt. Jo e po aj, zamen si jemi për me i thonë, shko Bacilush tiri katunin ledhi. Okej. Natën, qa bajnë shonë me Bacilush? Bacilush ma majte kantën me qeres dëbardë, kryetari une. Une shkrysha parollat Kosova Republikë, Grekoc. Kryetari, po i shkrujnë parollat Kosova Republikë, të nesrit une me i gjyku tash, kush i ka shkru. O, Zot, çfarë jetë. Pasha Zotin, besam, ramet pas firët jo Bacilush, ky ka mujtë më fut mu me 50 jetë në burg, që ky burg. S'ka pas kapital, por është patriot, Lush Azemi, pshatit Grekoc, ma ka majtë kantën, o kryetar për kuku për mu, ma bajtë, o kryetar për kuku për mu, shuj Bacilush. Kosova Republikë, Mahmut Bakall, kimi ish me pika unë, para Republika, më krejtë unë i shkrusha vetë. Parollat. Edhe në mëngjes u duftë. Në mëngjes nesit me thirë katunin Bacilush, ku që ka shkru parollat me i denune. Këta të spionat, Daut Morinat, u bindën që ky qenë kanë me ne. Se apeshe po dënë me i denu parollat. A i shkrysha vetën. Që ky jam unë aj. Qëra strategjie kom po dhe ja kom arrit, mos me i ngrillat tyne. Edhe këtë kolegët e din që kush është Adem Kisa. Kur artit nuk ju kum largu. Kur njetë. Si vendose me lanë Kosovën? Çka ndodhi? Me Kosovën, po, ishën teatret Prizrenit, edhe me Luan, Luki, përshëndes nga zemra, Luljen, Luljeta Qekun, Gjevdet Dodën, Krejt, Meritën, Vjollë Sahotin, Luan Dakën, aktorët e Prizrenit. Unë, kur kum hinë teatrin e Prizrenit, Antigonë edhe një pëtam, kanë thonë ruhi se erdhë shqiptari. Shqip po flasin aktorë, në? Unë, erdhë shqiptari patrioti, ruhi, kujdes, se kuj tash na infiltron, na virus, na i samifrash, na i bes, po unë, fup. Edhe me Luan kryzimin e kemi prejadit pa hintik në ndër të Gjabir Ahmetit, një dram krejt metafor, unë e kum lujt kafshën. Kum nejt një orë në skenë pa lëviz, kafsha. Dhe më thonë stoik të një lisë. Këtë regjia ime e Luanit, në teatrin e Prizrenit. Qaq i fort e kum paraqit poplin tim që, as në majet rolit kum nejt, pa i lujt qërpik. Ka qenë e vështirë më nejt një orë pa lëviz. Që gjallë janë njerëzit. Nuk, s'ku mujt, kur e kom kry rolën, nuk ku mujt me lëviz, me rëmëmen, se
prapë mendojsha që jam majnë të rolit, të neqë ashtu, stoik. Luftojshim me një morë. Kushtit e morri? Diktatura ishte. E lypshim i morrin në përskenë. Pse jina të teatrit Prizren, dhe më thonë, Kallëzu që shkelon në Kosovë. Po, erdhen në represialet në Prizren, u mytë Gjemali Berisha ra prej, e mytën inspektorët, pe gjyqit Prizrenit, ranë tokë, qëta që po t'i përmeni, edhe Shtëpia e Kulturës e marrë emnin e tij e ka marrë Gjemali Berisha. Unë 90 këtë vdekje një farë patrioti unë i malë. Hajde me shku tash në Kalabri të Siçelisë se flisha italisht atëherë. Ku ke mësu gjuhën? E kom mësu kështu me Autodidakt? autodidakt edhe me pata studiu në kurse kështu, italishtën. Se më pëlqeke si gjuhë melankolike. Edhe e kom dash kështu. Po shkoj tash një javë, natën u izolu Prizreni, Kosova, s'kishte art, s'kishte kulturë. U mbyllën sindikatat, arsimi, kultura, vdekje. Unë i hypi autobusit e aty në Sloveni kam një vlla, e përshëndes Lamin. Tha, një 10.000 marka shko pushon në Zvicër, tha njerë, tha tani tha shnosh, shkoj ka Italia. Se unë e desha Zvicrën sipas mitologjisë, që kisha lexu për kantonet, për Hajdi edhe Petrin, William Tellin, Helvetien. E kisha ëndër me thonë drejtën aty. E shkova në kështjellën më të mirë në Zvicër, Lenzburg. Hotel Krone. Shumë me kravat, aktori pjekur. Po pushoj një punëtor i cili e mbante hotelin me pije, që i prunke pijet në hotel, Bacaki, të përshëndes nëse e gjallë, së më dhanë mendja. Haki Reshani po më duket, se di. Bjemrin, shqiptar, unë për çdo mëngjes kur qesha për hotelit, atëherë në hotelun, në 90-ën, shqiptari me fjetë në hotel, i pasha do bashkëdhetarët mi në përstallat love të shkretit u bëmë garancionën, po unë po ri në hotel, 90-ën, vitin 90. Por e kisha ndërmen me shku në Kalabri të Siçelisë me punu si patriotën, me dhonë të Albreshet. Me dhonë kontribut atje. Me rrujt kulturën. Po, jo në Zvicër me nejtë. Që shkum nejtë në Zvicër, rasisht, tash po një. Për çdo mëngjes Antigon, në orën 9, shkojsha në tryezën e rrumullak të tryeza ime, që e kisha mëngjesin ma prunshin, inkluzive kom pas, më shqyqon një person, vazhdimisht. S'mi hek syt, mashkull, një 60 vjeçar, kështu. Edhe unë dang, dikura më prekin era shumë, 2 ditë, 3 ditë, a më përcjell mu. Pi tham, baci aki, unë du me ikë për këtij hoteli se qaj idiot është kam qyrë në nësot. Qëli idiot? Baci aki, i ditë ke klientat aty, thash qaj që atje, ku shu i tha, di ku shu kjo? Unë menova mos është të është gjinish, ka po di, unë falë. Po. Ja lirije sen. A kjo më tha, bishofi më i madhi i gjitha kishave zviceriane, e zavendëson papën. Tash, qa ka kjo një që? Dikura, tha, për me ka prezenti sinjor, tash si sinjor. A ka mundësi ta mu prezentu. Ja chiamo Schneider, Alfred, tash jo, Adem. Se mund të jenë Adam në Zvicër, krejt. Adem, po, emri i tij. Tha, mas pari ta po du me të thonë që ti tha je një artist. Ai po më të mu pam, pse ta shku, qysh. Ti tha je një artist. Se po të shota që 3 ditë ka po shkon në për qytet, ka po ec, ka po vizit, ai tu më përcjell mu. Ai kryetari krejtve kishave aty të Lenzburgut, e kish pasat shtëpinë parajmë që studiojnë teologët, mrena. Thatë kum pate kështjela Lenzburgit në alë, po shkon, po shënon, për me që ashtu. Shoj që ka janë teatët, këshush na, shënojsh nëse atë s'ka pas kësi telefona, fotografi. Tha po,
po du tha me të pyet diçka. Tha shurno. Tha gjuhën për flet mirë italishtën. Ku e ke mësu, pi tham vet e kam mësu. Tha nuk u besoj se për flet letrarisht italishtën. Tha po edhe pi tregojnë, unë tash vi për një vendit që nuk e don askush. Qysh ta pas ka vend ta që s'pedesh, po tash ka. Tash unë jam prej ex-Jugosllavisë, po jam shqiptar i Kosovës. Për kundrazi ta unë tha duhet ta vend, sidomos shqiptar i Kosovës. Ky po më thot. Sepse prej papa Kelmendi Klementit e non Terezës, hini ajo Aleksandr Mojsiut, po mi përmend figurat unë bashkëm preken tel ka folke ai. Tha dëgjoj tha. Do më thonë kisha një javë tash që kom marrë Zvicër, një javë a parë, po që po flas. Tha ti unë du me të pyet, e ti mu më përgjigj, thash po, urnoni. Edhe 3 muaj tha kem një festival botëror të teatrove të kishave në Zvicër. A mundesh tha ti tani pjesë teatrale me ma përgatit, tha se du me marrë pjesë tha në atë festival kishtar, në Einsiedel, kanton Shvic. Tha kapacitet paske, unë, thash, hiq pa menu po, thash. Më knaqja dhe kur më tha në teatr, edhe më të tërsjet trupi, tha shurë më rëzat, kur më dënë menerë për ika për mbylljes, e po do më qelë zoti rrugën. Thash po, veç këm bon, i këm byllë qënët, edhe më njerë më karë ideja edhe titulli i dramës. Umbro de la morte, hija vdekjes. E këm pakzu, një skript. Edhe e këm marrë mitologjinë tonë, zonave tona, edhe e këm marrë mitologjinë zviceriane edhe italiane, i këm futë bashkë, me 5 aktorë, 3 femna, 2 mashqi. Kur është bon një muj, e këm pregaditun Umbro de la morte. Edhe e këm dhonë para krejt bishopve. Para motrau, jo publik kështu. Në kish. Komunitetit kishës. Bravo. Edhe ata e kanë rujt për festival. Mos e banë të mu. Ta shka banë kjo, thot, po, ma banë mu rogën 4.000 franga në mujt. Kjo që harroa me të regu. Thot edhe, kam e ta banë, thot, shtetësia zvicrane, edhe ty me të majt, unë e këtu, edhe me të shkollu, qka donë ti? Që është ka ndodhë? Sa vjeti ke pas atër? I kom pas 31. Thot, 31 veqa. Thot, më jep këto kushte, kur ma ka dhonë, po aje unë në teatrit, o zot, Kaliforni, dhoma e tekstit, dhoma e skenës, miza skena modhe, dhoma jeme mo Kaliforni, banesën, që më dha aty mrena, krejt kishë. Edhe, u vendosa unë, mi boni dokumentacionit, letrat, roga, plus edhe një akademi me kry unë në Münster të Gjermanijës, film edhe teatr, se në Zvicër nuk kishte, ose teatr ose film. Tash këmë më financën mu. 5 jetë. Këmë studiu në Münster, këmë met Antigonë në Zvicër, kur është bon 2 vjetë, kur e këmë kry akademien, mas 6 muje ka vdek, këj ndërumi, Shnideri, po unë për çdo vit shkoj në Lenzburg, ja qoj lullet, të kisha që është i porosën, edhe e kujtoj. Do me thonë, këtu unë jam qysh shkova në Zvicër dhe qysh meta në Zvicër. Pastaj u bona docent, u ktheva me një televizion Job TV të Syrit 5 vjet. I ka për televizion një kumë pas regjisor mrena 20 punëtor, kuarten, bylljes desha, shkova në teatr, Forum Centrum Maralam të Syriut, jam sprej atëherë gjerësot në Forum Centrum Teatrit Syriut, jam i punësuar si rezident aktor dhe regjisor. Edhe e konformuam pasaj Akademien time International Film Theater Production, IFTP, edhe ku baj kuadra edhe zvicran edhe shqiptar shkollës. Tash atë shkollë e kom pru edhe një filialën në Prizren. Tash po i kthejnë në kadale vitin në arshëm unë dalë në pension, në dalë para kohës. Edhe du mi u këthy tash vendlinës time me artin tim,
edhe Zvicër, edhe Kosovë. Ka dale, unë jam shumë i privilegjuar, po frymoj Shqip, po ndihem Shqip. A është dallimi i madh kur për shembull punon me studentë ose me njerëz edhe me dashamirë të artit ose teatrit, filmit edhe kësaj kategorie, ka dallim mes shqiptarëve dhe nacionaliteteve tjera? Interesant shumë, po më pyet shumë mirë. Edhe mirë po më bën që po më pyet. Dallimi kur kesh në Berlinaren në festival, që mbat festivali në Berlin, i filmit, edhe ishte Robert De Niro në tryezë me mu. Mehmet Haxhosajt, përshëndes Mehmeti, është një poet dhe aktor, ka diplomu të unë në Cyri. Tha, prof, adem tha, hiç pas ke dallim tha për Robert De Niros. Njoj, si Roberti, si ti, te zanati. Tasha, dikon dallimi këtu, mes Roberti dhe, se ky flet anglisht, unë flas shqip. As një dallim tjetër se kemi. Edhe unë pëtam në Zvicër, kur hinë mrena unë jam i udhëheqja ata, jam kryetari këshillit të artistik, të teatrit, kur hinë të toj, forbildi, dhe më dhënë, shqyrien Shqip, forbild, shembull. Shembull ynë për të mirë. Besom që jam shumë i privilegjuar, nuk dallohemi që unë jam shqiptar, që ata janë zvicerian as pak. E kështu që as që kaq të keq që nuk e di për i tyne. I fola për talentin, duke marrë parasysh që ti ke nis me 8 vjetë, kërkush nuk ka për krah. Ke jetu me një shtet që nuk ka mujt me, ti nuk ke pas brum me zhvillu vetën e vetë, ke kriju brumin vetë. Vetë. Edhe, deshte më thamë për talentat, njerëzit, talentat e ri, a vrehen shqiptarë që kanë talent ma shumë atje a jo? Po. Vrehen? Vrehen. Shumë vrehen. Shqiptarët nuk ka më shqiptarë. Pasha Zotin s'ka më shqiptarë. Veç Jan Vasejfelds, regjisori rus që është të unë, kur punoj në aktrim, kam regjisor. Kur punoj në regji, kam aktor. A i ma boni njerë, tha, a ban tha me shpjegu, tha, Napoleon Bonaparte në kum lujtë, se 3 figura kryesore, i kum lujtë se harrohet, edhe se vinë kata këta. Tha Shqip njerë, tha qysh po t'inglon Shqip, qysh t'inglon Shqip batutat. Janisa unë, Shqip Napoleonin. Se ishte, gjermanisht, vojst. Shqipi vjen, ku ashtë? Vojst ma i qëterë. Shqipi vjen, ku ashtë yullim? Ku ashtë yullim? Orzu nga qielli dhe ra në fund tetit. Ich bin der Diktator. Unë jam ai diktatori. A ka dallim tu? Do më thonë, a i tha ma bukur po t'inglon Shqip se sa gjermanisht. Dhe më thonë, gjuha jonë është artistike. Artistike gjuha artistike. Dhe më thonë, po, Aleksandr Mojsiu, Fedjan e Tolstojt 1200 herë e ka interpretu me 2-3 fjalë, me belbzimet, 1200 herë shfaqe ka mo. Mërë men, po, na jem shumë talentu, por ma shumë duhet me na përka. Pse jemi talentum? Pse ta mërmene aty që jemi popull ka që talentum? Pse- Na ka dal Rita Ora, kemi njerëz të cilët kanë arrit me kriju famë botnore prej Prishtine, që to era i strefi, Bravo. Dua Lipa, reperat, kultura rap është shumë e zhvilluar, thuajse më të mirë të jemi në Evropë për këtë punë. Pse? Pse se jemi punëtor. Nuk jemi punëtorë. Jemi punëtor. A jemi punëtor? Pse jemi punëtor, jemi më të mirë. Okej. Se dojmë zanatin. Për e me, po ti e talentume se e dojmë zanatin tanë. Nuk ka më të talentume se si ti të natën me ndonë kur je zgjut për podcastin sot. Se ti e punëtore.
ti ke arë që duhet në skenë. Ti nuk e ban shkele shko këte, asun se maj. Sepse e du, su merë gjumi të natën, unë me këtë 20 vjetë, 40 vjetë bagaj, ku dalë në skenë dridhna, sepse kam respekt. Pra ndaj na jemi talentum se i rrim gati zanatit. A mund të më qenë që fukaralliku pak në ka Po, qenë? edhe fukaralliku. Bravo të kohë. Edhe krejt njerëzit, po të merë me Tolstoj me një thes këtë fukara, Leon Tolstoj, o konaj. Fukarallik, haku e ka bo talentu njerin, ata të cilët kanë bla bla bla. Ata s'kajnë kohë. Jo. Ata që kajnë parë, ata kajnë kohë me ranë depresion. Po të lutem, bravo. Unë ti bim depresion për artë, për skenë, qysh me bo bukur. Edhe që kjo na ka qune, se na, Antigon, unë jam rritë me bukë të misrit, me qumës, me të katunit, kom arë një djallë të ikë, mos mi u kalzu, prindës kom guzu mi u kalzu që unë jam në aktrim. Që sa mirë që më kujtu kjo. E kom shune e një mjekër, që shtu sot që e ka matë madhe, mi gjau, pësa gjellë që këtë mjekër ti? Që ka mi tonë mi që sukun? Ta shumë ka dalë do lyrë, ta për mi gjau, se s'fokuzojnë më ruse. Të zotit Marov, djali i rime, shumë mjekër në bone gaz. Për shka e të shku në shkollë, që shumë i tonë për dramaturgji, për teatr. Për dramaturgji, mirë me ndrejës drama. Automekanik. Shumë mirë. Dhe më thonë, atëherë në mashkit kemi pas para gjykim, jo se mo le ju, femrat. Shemull në Zhmi Pagarushën, që kanë qujta, ajo është mo... Ka pas epitete shumë. Kur banë mërë, kuku bëtia, unë aj tjetër, këna pas. Po që to në kanë mojtë, për që të jem të talentum, se nuk e kemi lansu rrugën, po kemi jes drejt. Në të motë që ka të motë, du me vdekë me në skenë. 65 aktor kanë qenë në teatrin e Maralam Forum Centrum, unë jam pranu i pari që, ju thamë haptas. I pari? Po, i pari. I vetëmi shqiptari? I vetëmi shqiptari jam, hiç aslamena sërbasko, s'ka kur gjam. Po jem bukur, banë, u e antigon. Krejt, unë shkoj isha në Münster me studiu shqiptarët, nuk shkon budalë me maru shpia me qupare në Kosovë, por shkon atje në Gjermani, mas femra për aki, më kanë tonë. Se s'pas ka pas Zvicër. S'kish në Zvicër Akademi për teatr e film, edhe më financojshin njerëzit mu. Kisha. Une, kom shku, edhe jam artist, edhe du me vdek artist, edhe des artist. S'ka drejt që ma he këta. Pa dhe hava, pse jemi? Jemi se në ka skamja, qonë derë të hasmit, ka njerë. Jo, skamja në ka bo matë fort. Po matë fort, kur i përballon, pa që adem ka thonë. Vujtjet edhe mjerimet, kur i përballon, bonsh edhe ma i bukur, ma estetik bonsh, kur i përballon. Tregom, ti ke shku dhe më thonë 30 vjeç në Zvicër, dhe i 30 vjetë ke qenë këto dashurin e parë, ku ke përjetu, këto apo atje? Dashurin e parë. Dëvërtetën. Ja, po, prit pak se në dashurin e parë, veç në vendlindje. Veç në vendlindje? Veç në vendlindje. Po më do këtë parën edhe të fundit? Po, vendlindje. Si ka mundësi kjo, për shambull, ju burrat shqiptar, njofim shumë burrat të cilët ka imboj jetën në përmbarë Evropën, në për tona vendet ku ka ujtë me shku, pse gjithmonë mbetet gruaja shqiptare ajo e dëshirueshmja? Në krahasim me sa jemi largu në prej venit, shumë pak kemi pas martesat përzime. Unë, po të thamë kështu, gjeni është, ati këtë cili është gjeni, në mrena, që të ashti që e kemi, është një langë. Ai është në palcë, është një langë këtu, që furnizon gjunin. Ai nuk hiqe tjetër, po është me pincetë. Qatë që është ndishëm. Që ai gjeni është shqiptarë, që e ka mund qëtu. Edhe ti. Që të gjenë, që këtë gjenë është ai që është për këtu. Nuk është atje. Unë nuk më shku me qëtë langë, me qëtë gjenë. Edhe andrat, kur nuk i kum pa gjermanisht.
Kur? Veç Shqipi këm po. Po marrë parasysh që ke qeni rrëthum tanë kohën me atë gjuhë. Vazhdimisht jem konë në kontakt me Zvicranë. Bile një 5 vjetë se kanë ditë hiç jam shqiptar, se qashtu patra situata, por jo. Najn 3 herë, po tham jo dhe jo. Këtu është baza, këtu është emocioni. Si ke punt me shqiptarët e cilët jetojnë në Zvicër dhe sa keni kontakt në vetja? A je kështu i socializum me... Unë jam aktor i diasporës, i Mergatës. Mu ma ka ndonë një epitet, një titull, dhe atje Aleksandr Mojsiu i dytë, i kohës moderne, më thojnë. Mu ma ka ndonë atë titull, më vjen gjuna ka njerë, tham shumë komplimenti madhë, ka njerë më vjen turpe, gërmusi kokën, kur në tujnë para njerëzve. Unë me komunitetin tim prej Zheneves, kanton që është franqez, frankofon, e gjeri në Kiasu që është italofonës, e gjeri në Bregenz që është gjermanofols, e gjeri në Liechtenstein që është reto-romanofols, 4 gjumë, Zvicra. Ka ko shqiptar, unë jam shumë i afërt me ta, jam gjdo kun me ta, jam në festat e tyne, kështu privat nuk rri shumë me ta, jo. Kam shoqëri të kulturë artistike dhe të kulturët më mbim, e kry me gjeri se s'ka pas ambasada, konsulata, unë jem konë ambasador, edhe ti e tjetër, na, kemi përfatsu shtetin Zvicrian, shqiptar, tash kanë ardhur ambasadat tona, ambasadorët, konzult, ata nuk të pak t'jen që rinë me mu, ju interesojnë fort, ju interesojnë do shtresa pak më të larta menojnë. Okej. Kështu që... Ashtu shkon ajo. Nuk ma njën fort hiq, bash hiq. Tregom, para se fillum emisionin, më the që e ke një befasisat. Po, me shqiptar, komunitet që rrinë në Zvicër, ka poet, ka aktor, ka skulptor, ka njerëz të artit. Konkretisht, po du me përshëndet një mikën time, një veprimtare, që është shkri për çështje kombëtare, Ziza Pepshin, poete me plot kuptim të fjalës. Ziza shkruan 850 vite i ka Omer Kajami që është shduk. Por kur s'ka vdek, 850 vjet, Iranjani, poet, se lexoj shumë. Thash tregoj të lezimi tani, pse veç ta përshëndes Zizën. Pse lexoj. Tha, Ziza gjithmonë në veprimtaritë e saj për çështje kombëtare shkruan poezi saqë ja kalon edhe Omer Kajami shqip. Çdo poezi që e ka shkruar kjo, un jam instrumentalist. Më shoj veglave Çiftelijës, Sharkijës, Buzukut, Fyllit, vallëzoj latin, vallëzoj këtë vallet e botës, jam i çmendur se di pse. Vallëzoj salsen, merengen, paçaten, kumbien, çdo send çka ka, çka ekziston. Por te Ziza, kur i shkruan poezit ajo më therr në zemër, në zjarr. Ja kum këndu një poezi që tash ja kum bërë befasi. Me buzuk, me instrument, një kong. Me tekstin e saj? Po, tekstin e Zizës. Edhe kisha pas dëshirë të ti, Antigon, të këtë televizion, juj, me e bon premier, spotin e këmbër, me Ertila, një aktore e Shqipërisë, Bubeqi, Ertila Bubeqi, Tila të përshëndes nga zemra, edhe fama ma ka, produksioni ma ka gjiru, do m'ja bon befasi Zizës. Nuk e din ajo që ti e Jo, nuk e din. Nuk e din, në kopshtë ula me pushu, shamiku që mi mori sytë. Edhe kështu që shkon, kopshtë ula,
dhe pushoj, shami ku që mi mori syt. Kështu fillon. Mirë shumë, atëherë na po shkojmë, pelshojmë klipin, e? Po, Le ta shef Ziza. me knatësi. Ziz, përshëndes, me shami kuqe. Shkojmë me klipin. Kopstulate qikjoj, shami kuqe mi mori syt. Kopstulate qikjoj, shami kuqe mi mori syt. Shami kuqe Zoti më dhuroj, kur mbuloj aj floku yt. Shami kuqe Zoti më dhuroj, kur mbuloj aj floku yt. Malen zemrën të pushoj, pashat nurit e perenis. Malen zemrën të pushoj, pashat nurit e perenis. Djenja shpiritin ma ka ploj, kur ma puthe moj buzën ti. Djenja shpiritin ma ka ploj, kur ma puthe moj buzën ti. Saloj të mbëll dashuri, dredhsh për dredh mori gjarë prush. Saloj të mbëll dashuri, dredhsh për dredh mori gjarë prush. Frymen mandal kur don ti, prap mliron moj engjëllush. Frymen mandal kur don ti, prap mliron moj engjëllush. Malen zemrën të pushoj, pashat nurët e perenis. Malen zemrën të pushoj, pashat nurët e perenis. Djenja shpiritin ma ka ploj, kur ma puthe moj buzën ti. Djenja shpiritin ma ka ploj, kur ma puthe buzën ti. Kur ma puthe buzën ti, kur ma puthe buzën ti. Besoj që do t'jetë knaq, Ziza. Faleminderit shumë, faleminderit juve që më dhatë mundësien me ja bon këtë befasi poetës tonë. Ziz, përshëndes nga zemra bashkë me Antigonën. Shpresojmë t'jesh shpejt këtu në studio me mu. Pa tjetër. Që ta bëjmë një intervistë bashkë. Pa tjetër. Kur kemi njerëz të cilët e kanë aq shumë të madhe veprimtarinë dhe jetën e vet krijuese, atëherë është shumë vështirë me mujt me dal pak ka ajo pjesa jonë private dhe pak më e ndjeshme. Po. Çka të kam me të zheg, Adem? Zheg më ka metë se jem shpartalu, që kjo në zhig jem. Du me citu fjallët e Mrs. Tahir,
Berishës. Që gjënash që ma në institucion e emrin e ti, Buri. Thot, ne jemi shqiptarët si vezet e qyqës. Qyqja, thot, i bën vezet me një fole, me një strokëll, një gjatajrë. Edhe kur e mush strokëllën fluturon qyqja, vezet i len me aqelë të tërkush. Prandaj, sot, shqyqër Zotit, vezet po i qelmi vetë. E kemi bon punën me i dalë Zot vendit vetë. Por, zhegun ka metë që jemi shpartalu, e kemi lanë, kemi fluturu, i kemi lanë vezet me në qelë të tërkush. Gjeri sa s'ka arë ushtria shqimtarë Kosovës. U që këja. Lufta, edhe ta shpo i qelmi vetë, jemi bon shtetë. Tu ka metë zhegë që nuk jemi unik pak. S'pëdojnë më kone unik, edhe jemi pak gjeloz. Jemi gjeloz me zveti, nuk banë veç të që të mi pas hiq. Nuk e përkrahim. Jo, nuk se përkrahim, s'dojnë me për. Unë e di se, mas pari po du me thonë, e dini mirë ju të ndëruar ku për ju flasë. Të zhigi është fjallë. Zhigu më ka metë që të kom dimu ty edhe ti s'mu ma din. Zhigu më ka metë që të ngrita edhe ti s'mu ma din. Po pse më rëdjallë, pse më i vajzë? Dima të paktën, kur gjomë stut, këmë thonë, veç me të keq mos më kthe. Prandaj që kjo është zhigje. Pse? Pse? Hajde, shko, thuj, të paktën një përshëndetje në bima që unë qova ti të qaj e derë zë ti. Nuk dojnë anë të gonë. E kemi hup pak këtë mirë njohjen. Kretë. Edhe kështu që po njërë shumë keq, po du me ofshome, se jam shumë emocional. Na, aktorët, duhet me qenë, me majtë vetin e publiku duhet me qenë emocional, po valla e ka nesë më ujë me... Jo, më është normal, na jemi njerëz. Edhe mund të kemi çfarë dush zanati, po emocionet janë për njerëz. Me bëmës me pas aktori aq shumë emocione brenda vetit, në fakt ai nuk mundet as me aktru. Sa emocionet e veta i përdor për me aktru. Bravo. Unë studentave të mi u thamë ligjërat, të leximi dola, ma kujtove, se thash lexoj shumë, për Omer Kajamit. Pyetja parë, kur të më vjen studenti në audicion, apo casting, apo më regjistrute unë në shkollë private, nuk e pranoj sikur milionat më mprunë se s'ka talent. I thamë, mas pari, pyetja parë, cili është libri fundit që e ke lexu? Pyetja parë. Nëse më thot, s'kom lexu, nuk e shti as edhe 6 pyetje tjera. Nuk vjen shpejt, thamë, shko të shtëpia. Shko të shtëpia. Hajde vitin tjetër. Lexo. S'ka pa lexu. Aktor nuk të banë kjo. As kjo. Kjo dhe kjo. Truri. Leximi. Sa të ka ardhur mundësia mirë, se sot munden me lexu edhe përmes internetit. Po, sigurisht. Une, ne kena prish syt. Pasha Zotin, unë i pata morë do të rasa Zvicër i qita për mi libra me qitë. Bum, a di se i pasha ma mirë. Bila një sharagji poshtë aty, tash po më pyet një gazetari qëri, ta Adam, tha, a ka mundësi me arë, tha, unë në banesën tonë, tha, me ta bo një intervjist. 20 minutë, 25 minutë është një gazetë. Tha, po pëdu me morë, tha, në i fotot, qëfar banesë e kje, qësh fjetën ti? A banë tash, po banë lirisht. Erë, kur hini, unë e kisha fut kravatin për funi libra. Ato drasat, se libra trona, adin, janë ranun kështu, kanë ra. A di shka tha? Tha, e pas keni problem, po deshkan me ushem këto libra e me të myt librat. Me tra, në kokë. A di shka e këmë thonë? Më ka orë spontan. Tha shma mirë letë me mysin libra se me myt në guri. Në për ndërtimtari i Baushtela. Edhe e ka bo titull në gazetë. Ma mirë letë me mbysin librat se me mbyt në gur. Titulli i lajmë, i gazetës. Prandaj,
Unë për ju thamë edhe studenta dhe gjithë, o, lexoni me djemë se e keni rastin. Unë deshke me shku me marrë një liber pa lekun në Austria, su në gjojnës në reformin e Dostojevskit, apo të Gradovskit, apo të Brechtit. Sot këtë bej ki veç, Bertolt Brecht, në telefon. Cili ka qenë bashkëpunimi jëtë me kolegët tu këto, në Kosovë? Këtu, bashkëpunimi më i madh ka qenë me prof Enver Petrovci. Edhe du me përshëndet zonjën Valborën dhe familje profit Petrovci. Një javë pa vdek, profi ka nejtë me mua, më nejtë në fundit, kemi ongër darkën e fundit. Nëse kam mundësi me ta spjegu pak, mos po bona e tepër. Më kallëzove diçka lidhur me çizmet. Po, me të çizmet. Me çizmet e Dostojevskit. Në 94-ën është bërë një simpozium për aktorin e madh Aleksandr Mojsiun në Lugano të Zvicrës, është i vorosur. Me iniciativën e Sylmujit, shumë artistave tjerë, edhe vjen Enver Petrovci me dhonë shfaqen idiotin e Dostojevskit në Lugano. E krem kryzio profa, përshëndes, Bardhyl Kosova, i përshëndes, kronologi i Mojsiut, Enver e krem kryzio regjisori, mu më bën asistent të vetin për me ja regullu aktor që vinë në simpozium. Edhe tash aty vjen Enver Petrovci 94. Edhe unë tash u deshke me pregadit kostumin e Enverit. Enverit thot, se kam një qizme, këtu unë vyni qizme e plastikës. Për me dhonë shfaqen. Që qizme unë burë tash. Ditë e dilë ishte. Thot se e kom marru Kosovë. Se kam marrë kostum. Vetëm një qizme. Një çizme pa një... Po njënën ka me që i ke kështu, e tjetën e fut ke qizmen. Edhe këmishën e që i ke kështu, monodramën, idiotin. Qka me bonë, dal jashtë në për qytet, isho dhe punëtor, të punu, pesho njëni me i qizme. Pi thamë, sinjor, zëtni, aj ishkon shqiptar. Thash, a ka mundësi qatë qizmë më në shpet e shpet, edhe gjysë ore shfaqja kesh. Sa interesant. Tja gjesë unë për koma, ati njerë tja ngrejt qizmën. Të aje qment, o burri ta shqërën 1000 vetë, janë mrejna kështu. Mërë mërë ta halal të koftë, kap qizmën, shkova në toalet e lava qizmën, këtë lot qizmën. Prof, sa në unë e ki ka të dy, krap i ro. O, zot. Dull e qajti sallën, e kalli. Me Dostojevskin, idiotin. Tash aje qizme, 94, tash prof, qa me bon, dalë sjonst, tash ati që ka me bon, këtë qizme ka me qunë teatrën të qëri, kur të vdes unë, këtë qizme ma prun ti mu, unë pithamë, por nëse vdes ti unë me ta prun ty, amaret. Ja kemi onë një shoqit dorën, e kom mora qizme, e kom shkrune, këtu ka lujt kama në Petrovci, ka që data, bam, edhe qënë teatrën. Sa herë që jasha në Kosovë me profin, si është qizmja, ka bon të fala, bani të fala, bam, kështu. Edhe tash kur vdiq, unë e kesh më borim, se kisha qizmë me veti, kom shku shpejt, mas 2 dite, e kom pru qizmen, ju kom tërgun familjes Petrovci, edhe Mirjeta Vareli unë mu në emision, me zonjën Valborën, e shtina me një krematorium, një drejton fonda i bile, ma futin mrejna qizme në gjam, edhe unë ja dhurova qizmen. Drekin e fundi kemi onë me shpetim pas jaqen, kur nuk e arroj, me profin kur i kom të regu për qizme, që e përshëndes shpetimin nga zemra. Kur e kreva manetin me këtë qizme, ati sa jam ishlirë. Unë jam shumë ishliruar. Ku është qizmja, sot? Sot të familja Petrovci është, në teatrën e babës. Tash ata a qojnë muze, unë e kom dhonë ide kështë kam i basi. Kom thonë në emision që me qenë një festivali teatrove e me pas çmimin qizmja Enver Petrovci. Me shtinë bronzë, sikur që e kemi Oscar, me avon një shpërblim qizme në ti që e ka lujtë kamë. Kështu që kjo është aja budalakhonja ime. Që kjo është sakrifica e aktorit, se njerëzit kër e shofin shfaqen, ose e shofin një program, ose një qka do që ta shofin të gatshme, nuk e kuptojnë që ndoshta dikush para 15 minutave ka qenë të ngajt me e gjetë një qizme, ose me e gjetë... Edhe tash, a dit,
e lusja Zotin, mos është ai shqiptar që ma ka dhonë atë qizme, mos është gjallë edhe mu paraqit. E këmonë në televizion, apo kupton. Po do më thonë, sot, asoj dite, qizmja, çmimi i asoj qizme... Veç harrova me vetë ati dhaj të 2 qizme, ta vetëm njën. Jo. Mu njën vyke. Kap qizmja këmonë. Njën të shumë po vynë. Jo, 2 së vyshin. Shpejt. Edhe e kom majt, edhe në banes, edhe në teatr, qizme, non-stop, edhe e kom prunga ditë qysh. E ki në emision, e shef. Me Enver Petrosin, ku bashkunu këtu, me Alilin e kom bo një film Budakovën, ma heret, Bodrumin, edhe me disa serial me Shkumbit Supjanin, disa të të emri. Një 192 një serial, Labyrinth, kom lujt një Svicerian detektiv, qëranisht. Kështu që tash... Do të kthesh vitin ashëm the, edhe një vit kam Po, edhe një vit, po, këshmet. Edhe një vit edhe po vjen në Kosovë. Edhe po vjen në Kosovë. Çka mundën me prit prej te kur të kthesh në Kosovë? Po si ti veç art, veç kulturë, se nuk di çka me bën. Ja, ato pe dim në që ti s'di tjetër sen, po cilën deg. Ja, film teatr. Kusho. Film teatr, një shkollë të vallëzimit, po, internacionale. Mi nxerr edhe valltar të mirë profesionistë. Edhe kështu që koreografi diçka. I vyn dramaturgjisë, koreodrama ju vyn këto gjëra. Pak një art pak ma. Tregom, ti në kur në taku herën e fundit, para 2-3 muajve, ti ke thënë që po don me punu një film. Po. Po e kom punu filmin, një film artistik me trazhit gjatë. Quhet Birth of the Prince, Lindja e Princit. Para 24 vite e kom shkru skenarin, tash i ke ardhë koha e kom qitë në shesh. 30% e kom gjeru në Kosovë, e 70% në Zvicër. Në gjuhën gjermane, 70-20% Shqip. 2 kulturat, dramë e skilit, dramë familjare, post-familjar. Gjitha zhandrët janë mrenante, ka tragedi, ka dramë, ka harmoni, ka mesazh abort, mos abordoni femrat, ka patriotizëm mrena, ka Kur kam qenë gati kë film? Ka mentalitet. Antikone kom gjiru filmin me produksionin Fama, lem përshëndes nga zemra, tash kum ardh, erdha dje, sot të kum falenderu tu që më ke ftu në emision. Edhe jam plot ato risit e reja, po i thamë qëtu. Tash jam të klasifiku materialin, ta këqyri, filmi fillon vitet 81, ta është dikun bardhëzi dhe ka mesi filmit, e përfundon sot. Dhe më thonë, është një komparacion. Një udhtim në kohë. Në kohë, bravo. Udhtim me kohëra. I kom përfshin patriotat, që ta 81 vetën e kom përfshin, bam. Qysh kanë shku azile. A ka të bajnë filmi me një, se si jemi, përmes një individit, në fakt me prezentu, se si jemi transformu në si popull? Po. Shumë. Ka të bajnë. Kur me ndonë që do të dalë premiera këti film? Po premierën, s'po muj me të thonë, sepse, po duhet me dalë dikun, shkaun tash mars. Mars, pranver, me pranverja kum nisë, me pranver du me 11 marsin, demonstratat e marsit, ashtë andra ime si shtu fillon gjarja. Dhe me thonë, një patriot shkon burgën në Gurnjotokut, për jetë në burg, ik pej burgut, shkon në Zvicër, bam, për tonë, është një artist, ke drama e tina, shumë e gjërë, shumë e mundshme, Me tash dashurohet kjo mentaliteti jonë që është... Mos na kalza skenarin, se kanë qef njërë, mos na zbullo skenarin. Jo, ty pak. Po janë të na pa tjerë. Po. Kështu që kam marrë si kismet për Zotit. Se dija kam premierën të Shqyria, kam Berlin... A je realizu si prind? Po.
Fëmija jetojnë atje këtu? Jo në Sloveni. Në Sloveni. Dhe më thënë, a ta mërë mene që nëjherë ka marrë në kohë që edhe fëmijët kanë me kërku mu këthy këto, se po shoh shumë tri që po kthehen. Po, kthehen që shë, se po kthehen. Se mbarët të kujt janë, dhe kush kthehet. Po kthehen se mbarët kujt janë. Bravo. Kthehen se... Po qishma është kjo deklarat? Pse po mendon kështu? Po mbarët se kush jam unë. Nëse unë kthehen edhe ata. Nëse unë s'kthehem, dhe më thonë, s'kam harmoni me ta, nëse s'kthehen. Po unë di që kam harmoni dhe kthehen. Nëse kthehen, unë kthehen edhe ata. Sa fëmijë ke? 2 djemë. Mashallah. A merren me art në njëri? Artisti, e ka emrin artisti madhi. Mashallah. Edhe i dyti Heta, i përshëndes nga zemra. Artistin e kam shok, Heta ka emrin e vllaut, e kam si vllau. Se më ka vdek një vllau. Këto kam koleg, Titin, kameraman. Tjetri është ekspert i fasada, architekt. Kështu që përshëndetje djema. Kolegi kam. Cila është dashuria më e madhe e jetës tënde? Dashuria më e madhe e jetës time është... Po së arti, tash mos na thuj arti. Jo. Arti normal që unë jam i martuar me artin. Gjithmonë kurban. Na jena kurban të flijuar për këtë zanat. Çdo sen që ka fillon muhabeti, dialogu, bam, bjen të arti. Që kam pyte? Pyta cila është dashuria e jetës tënde? Dashuria e jetës time është vetëm me pas shëndetin. Pse ma harrove pyetjen? Ja, ta harrova se fjalë e madhe. Po pse ta pyeta unë mos djembe? Sepse që kjo është e tyne. Qa e dashunia është e djembe. Ma madhja. Tyne është trashëgimia. Po është interesante të kjo, të djemë të tu, që ka mujta me vrejtën e shkaku i emrave, sepse nuk është vetëm djali, aty është edhe vllau. Bravo. Ata kam vlla, tjetrin e kam shok, koleg, artist është. Artist Adem Kica i quhet. Ai. Të regom artist Adem Kicaj. Po. Ajo artist e ka emrin, baba i tij Adem. E Ademi është artist. Edhe ajo është artist. Kjo... Që ka ndodhur me Hetën? Me Hetën? Me vllaun. Vllau, ai ka pas kancer, dikun në moshën 24 vjeçare ka vdek. Edhe kum pas shokat vllau, të ngushtë. Prandaj e kum paksu djalin Hetem, po Heti thon. S'muj mi thonë Hetem sepse bjen ai në imagjinat vllau. Po Het, kur i tham, është Heta. Ky. Tregom, me pleqni apo zbutemi shumë, Adem edhe, apo po kthehemi të gjithë në fakt aty te burimi te vendi jonë. Pse ndodh kjo? Po ndodh sepse njeriu është prej mishit, prej gjakut, prej emocionit. Po jo të gjithë kthehen në vendin e vet. Disa harrohen. Po ata kemi edhe popull që janë asimilu shumë popull. Thot Azem Shkreli, ka vdekje të ndryshme. Dikush vdes ditë për ditë. Dikush rron mbi dhej vdekur. Por burrat, trimat, patriotat, njerëz të mirë vdesin vetëm një herë për të jetu miliona vjet. Veç një herë vdes dikush që është i mirë. Të tjerët, tash, që kjo është ajo pyetje që më bërë ti mu, pse? Disa kthehen, disa s'kthehen. Dikush vdes ditë për ditë, është i vdekur. Ata janë të vdekur. Unë në filmin tim, kur e kom voros Hallën, Marien, pas 31 vjet ja lena menet nipit, që e ka rrit, e ka adaptuat nip, që ka qenë nipi i saj, ja lena menet me e vorosën në Kosovë, thot, nëse vdes, mos ma le gjenazën këtu. Ai djalë nuk e din asnjë fjalë shqip, gjermanisht, se nona ti ka qenë zviseriane, që i thot ky hiqe fëmijën asaj, s'du,
se kam një gruan tjetër në Kosovë, kam kështu. Tash ky ja çon amanetin e vjen me kthy me Voros Marin në vendin e vet, domethënë në tokën e vet. Edhe thot, sikur mos ishte Voros halla ime këtu, në tokën e saj, kjo ishte 2 herë vdekur. Një herë ka vdek, fizikisht, edhe varja atje më 2 herë është e vdekur. Edhe po du me thonë edhe diçka më falë, që se shumë po vorosën atje, në Zvicër. Dje ma, këthe një bërë ku fomat në dhej, në të pushojnë njerëzit në dheu në vetë. Mos të vdesin 2 herë, kur i keni mundësit me i vorosën tokën tuaj. Të paktën, mosni, se është gjëna, është mkatë. Unë, po thamë, është mkatë. Të lutëna, faleminderit shumë që më pyetje. Sepse është e dhimbshme. 2 herë vdes. Ku mu tash me pa ata njerëz? Ku ka varin filoni? Sikur Aleksandri Mojsiu, aktor pa dhejnë, mas 19 vite, unë ja kom readesu shtëtësirë shqiptare me ja bo bustin, 22 herë nuk jenë gjendje 3 shtete me i dhonë për bust. Po që turp, bota është munu me marë për vete Aleksandri Mojsiu në shqiptarët, mas 19 vite ja kom morë sheshin, Sheshbër i ku morë në Luganov, kryetari komunës ma ka, ne ka dhonë kredve, me ja qitë bustin shqiptar me flamur në dorë. 22 euro kushton, 3 shtete se në gjendje me dhonë 22 euro. Për artistin më të madhë, shqiptar. S'kena vakt, jena të bërë gjithë. Aktorë pa dhe e kanë qujtë. E të mërshme. Falë, se e ngrita zëri se gjunambre tri ditë mas i ka vdek, ja ka dhonë Ahmet Zogu shtetësien, se ka pat vendindin e vetë. E kanë arrestu qkretin si spion të Francë. E sa vujtit i ka pas, hajde apo shkojnë a Johana të rvinë Mojsiut, hajde po shkojnë në des. Bra, ku për me. Që kjo është vdekja, 2 herë i vdekur. Edhe në fund thot, fjallën e fundit ka me thonë gjaku im, Aleksandri Mojsiu. Edhe, po e thot gjaku i ti mas 90 djetë, unë po e thamë, ti, që e ke zbulu, po e banë shqiptare emrin, sa atje në morë kohët Alessandro Mojsi quët, plak atje, italisht, a unë ja ku mund shqip tash, me flamur ding të këshyrë si Hamlet në flamurin shqiptar. Që ka punu Agon Qosjat për shëndes nga zemra, skulptor, artisti, klumt, nga ka met busin Ferizaj, për 22.000 euro. Tash duhet me i vetë, me ja pagu se e kam vlaun Aleksandri Mojsiu, bab. Po i kej shqiptarisë, është oj Antigona. Po. Gjithsesi ti e ke, me pëthu dhe djallin artist edhe vetje artist, edhe një mese ke artiste, më ke thanë. Po, është Kaderi, përshëndes Daj. Dëvën ti e Daja i Kaderit. I Kaderit, po. Cila ajo ka aktru në Turqi, me sa di. Po, në Turqi, aktron është modele, edhe ka pas me morë edhe në film timin pjesë, por për shkak të Turqijës smujti, përshëndes nga zemra. Du me përshëndet edhe sekretarin e shkollës, Shpetim Pasqashin, prezident që e kam nga zemra, po punon që shduhet, ja kom lanë besimin këtë në dorë. Edhe Kaderi është rrugës të mirë, po shkon sepse... A ke qenë inspirim ti për Kaderin? Po, ka punu mu. Basë kështu që pak jam i rept kështu në punë, po e din. Në raporte familjare a je i rept? Ja, jam shumë, artistëve jam si fëmijët në jevë në të ndishëm. Punë jam i rept, punë. Punë shumë, jam hisë njëftë, kush, au vlavja, kush është. Njëjtë janë krejtë për mu, nuk e njëftë. Kënaqësi që ishe pjesë e podcastit tem, Adem. Kënaqësia është e imja, edhe du me të falenderu nga zemra se jam di aq i lirë, që s'ma ka morë mena që ndina që me të drejtën, veç që unë pej sa viteve ju njëftë.
Shumë kam respekt për ju edhe ju lumt. Vazhdoni kështu që qeni. Faleminderit shumë. Miq, ishte me neve Adem Kicaj, aktor edhe veprimtar në Zvicër, i cili po kthehet, po vjen. Besoj që vitin tjetër do të kemi diçka konkrete këtu në Kosovë, lidhur me emrin e tij. Ju rrini me First Channel, mos harroni, but me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët. Respekt.